Ja, mirëmëngjes edhe një herë, lavdi Zotit që jemi bashkë. Sa gëzim, duke menduar që dhe ky vit na iku. Dikush thot po prit mos se s'është mirë kështu nga ana e moshës etj. Dakor, po te letra Romakëve thuhet që koha kalon edhe sa më shpejt kalon, po e perifrazoj unë, aq më shpejt jemi për ardhin e Zotit, amen, shpejtohet, si thuash edhe për ne, kështu që ne si njerëz jemi të tillë, por nga ana tjetër gëzohemi sepse e dim që me Zotin jemi, amen. Ishte bekim, në fakt, viti që po kalon, tani më po mbyllet. Shumë i njoh Zotit për gjithë juve, për shërbesën, për lutjet, për gjithçka që keni bërë. Edhe e dim, Zoti është besnik, ai është i denj. Amen, të marr gjithë lavdin. Jo se dua t'i them këto fjalë si klishe, po sepse Zoti është i denj vërtet. Të marr gjithë lavdin nga jetët tona. Faleminderit Zotit për gjithë njerëzit që kanë hapur derën e zemrës për t'i besuar atij si Zot dhe shpëtimtar. Ishte bekim gjithë fundjava që e javës që kaloi, që ishte e Krishtlindjes dhe kulmoi me datën 21. Shumë faleminderit për gjithë ju që ftuat njerëz, bët punën, jeni lutur. Faleminderit Zotit për ata shpirtra njerëzish që i besuan jetën e tyre dhe është vërtet bekim. Sot do të dëgjojmë nga fjala e Perëndis, vëlla Fatmiri. Faleminderit që jemi ne sot. Është gëzim sepse Zoti pa diskutim shikon jo vetëm dëshirën për ungjillin në lidhje me vendin ku ju ka vendosur, por ato fokus për të bërë dishepoj, edhe ato pasion. Vërtet ne jemi shumë mirë njohur Zotit për juve. Hajde vëlla, na beko sot me fjalën. Zotit beko. Është një gëzim, një emocion i veçantë për mua si gjithmonë të jem sërish me ju në fundin e vitit, si thonë shprehja ambëlsira në fund. Shpresoj të jetë kështu. Vërtet jam shumë i bekuar që jam me ju sot dhe jam shumë i bekuar që kam një lidhje të veçantë me këtë kishë, si Zoti ka punuar në jetën time nëpërmjet kësaj kishe. Por përpara se ta shoqërisht si tha pak Landi, duhet të falenderojmë Zotin. Përpara se të hidhemi në vitin e ri, o Zot, kam kaq plane tani, kam kaq kërkesa. Të marrim vërtet është një kohë që duhet të marrim disa momente të falenderojmë Zotin edhe të numërojmë hyrjen e Perëndis edhe bekimit e Zotit që ka derdhur në jetën tonë për 2025, apo jo. Ka shumë gjëra për të falendëruar Zotin. Patjetër edhe përmbyllja me Krishtlindjen është një falënderim i madh për Zotin, për shpirtat që janë fituar, që Zoti ka përdorur ka shumë fort këtë kishë, dhe vërtet është një falënderim, lavdia i takon edhe i përket Zotit gjithmonë. Do të falenderoj Zotin personalisht për këtë kishë edhe se Zoti ka përdorur ndër vite në mënyrë të veçantë. Dhe një nga misionit që Zoti ka përdorur këtë kishë është për shembull misioni bathor, se unë jam atje përfshirë familjarisht dhe du të falenderoj Perëndin. Zoti ka punuar në mesin tonë, Zoti ka qenë i mirë me ne. Edhe viti 2025 ne fjesum 10 vitorin e misionit në bathore dhe Zoti vërtet ka bërë gjëra të mëdha dhe zë motra dhe jam vërtet shumë mirënjohës Perëndis për këtë besnikërinë e tij që vazhdon edhe që është e pakrahasueshme. Edhe falenderoj Zotin shumë për këtë kishë, siç thash, që Zoti e ka përdorur, që e ka mbjellur për vizionin edhe Zoti e ka përdorur kaq shumë edhe në bathore. Dhe me lejoni t'ju përcjell falenderimet edhe lutjet edhe dashurinë që kisha bathore ka për ju si kishë bijes e juaja. Edhe Zoti ka punuar në mesin tonë, është vërtet e mrekullueshme si Zoti ka vepruar dhe vepron. Edhe kam qenë duke fakt kur Landi më tha për dhënë një mesazh, nuk është thjesht vishti apo është një mesazh në këtë kishë, një kishë me eksperiencë kaq të madhe me njerëz që e dinë fjalën e tjerë. Dhe vërtet jam lutur Zotit që të kisha diçka vërtet nga zemra, më shumë se sa nuk është se duhet të transmetoj në një njohuri të madhe, por diçka që vërtet ka shumë rëndësi për mua edhe për këtë kishë. Edhe Zoti më ka drejtuar te një pasazh shumë interesant, kam qenë duke lexuar para pak kohë, është letra e 2 të Gjonit. Edhe titulli është Zonjës së zgjedhur. Edhe pyetja do thoni ju, po kush është ky zonjë zgjedhur?
Edhe kam qenë duke lexuar, nuk është se po kërkoja Zoti më jep di varg për kishën Tiranë, por Zoti më kujtoi më një herë zonën e zellur, dhe mendjen time ishte kisha biblike baptiste e Tiranës. Është një zonë e zellur, edhe më një herë Zoti më ndihmoi që ta shikoja në perspektivën e tij se si e sheh këtë kishë. Dhe si sheh kishën e tij në përgjithësi. Edhe vërtet kjo kishë është një zonë, edhe e ka treguar me dëshminë e saj, me përkushtimin e saj, me shërbesat që ka bërë, edhe në radhë parë çdo kishë është e tillë sepse është për shkak të Krishtit, por ka kisha të tjera që arrin të jenë zonja dhe në jetën reale, dhe vërtet përgjigjen Perëndis, edhe janë vërtet si një zonjë fisnike, një grua fisnike, një grua që nderon burrin e vet, edhe që jep lavdi, një grua e vërtytshme, edhe që Zoti e ka përdorur ndër vite. Dhe kjo është vërtet, Zoti ka bërë këtë gjë me këtë kishë, dhe është vërtet diçka e mrekullueshme. Ja po lexojmë shpejt pasazhin në gjithë letra e dytë e Gjonit. Nuk është letër shumë e gjatë, por ka shumë gjëra të çmuara për ne tani që jemi si në fund të vitit. Unë plaku, edhe nuk e di, gjeta pak veten këtu te pjesa kësaj operacion plaku. Vitet më ikën si Stalandi. Edhe vën punën e vet, flokët bien, këmbët fillojnë të dhamë tensioni, vazhdon kolesteroli i tjerë. Vitet ikën, por patjetër nuk pretendoj se jam në nivelin e Gjonit, që të jem një plak apostull në këtë nivel, por unë kam dalë nga kjo kishë, dhe jam pritur, edhe Zoti ka përdorur këtë kishë, unë të shkoja në atë mision, edhe jam një plak, në fundet edhe Gjoni u shpëtou me anë të Hirit, vëllezër motra, ashtu si dhe unë, ashtu si dhe ju. Edhe nëse Gjoni ishte për shkak të Krishtit, për shkak të asaj dashurisë madhe që ai kapi nga Krishti, e përjetoi, edhe e shpërndau të tjerët, edhe Zoti e përdori jashtë shumë jetën e vet. Edhe kjo është vërtet shumë e veçantë mënyra se si Gjoni vazhdon edhe i flet kësaj kishe. Thotë, unë plaku zonjës së zellur dhe bijve të saj që i dua me të vërtetë. Edhe realisht unë e gjej veten shumë. Mund të shikoni se doni, por unë e gjej veten shumë në këtë aspekt në raport me këtë kishë. Për shkak të lidhjes që unë kam, dhe jo vetëm unë, por edhe gjithë ata që e kanë njohur të vërtetën. Për shkak të vërtetës që shndron në ne dhe do të jetë në ne për jetë. Vërtet janë në vargje fantastike. Hiri, mëshira dhe paqja qofshin me ju nga Perëndia Atë dhe nga Zoti Jezu Krisht. Biri i Atit në të vërtetë dhe në dashuri. U gëzova shumë që kam gjetur disa nga bijtë tu duke ecur në të vërtetën, sipas urdhërimit që morëm nga Ati. Dhe tani të lutem ty zonjë, jo sikur po të shkruaj ndonjë urdhërim të ri, por atë që kishim nga fillimi, që ta duam njëri tjetrin. Dhe kjo është dashuria, që të ecim sipas urdhërimeve të tij. Ky është urdhërimi sikur se dëgjuat nga fillimi, që të ecin në të, sepse shumë mashtrues dolen në botë, të cilët nuk rrefejnë se Jezu Krishti ka ardhur në mish. Interesante, kohët e fundit. Ky është mashtruesi dhe antikrishti. Vështroni veten tuaj që të mos humbim ato që punuam, por të marrim pak të plot. Kushdo që shkel dhe nuk qëndron në doktrinën e Krishtit, nuk ka perëndi. Kush qëndron në doktrinën e Krishtit, ai ka Atën dhe Birin. Nëse dikush vjen te ju dhe nuk sjell këtë doktrinë, mos e pranoni në shtëpi dhe mos e përshëndetni. Sepse ai që e përshëndet bëhet pjesëtar i veprave të tij liga. Megjithëse kisha shumë për të shkruar, nuk desha ta bëj me letër dhe me bojë, por shpresoj të vi te ju, dhe t'ju flas gojë me gojë, që gëzimi ynë të jetë i plot të përshëndesin bijtë e motrës Atë të zgjedhur. Le të lutemi një moment. Zot Perëndi, faleminderit o Perëndi për këtë vit o Zot që po lëm pas, faleminderit për besnikërinë tënde o Zot që na ka shoqëruar çdo ditë të këtij viti. Faleminderit për hirin tënd o Zot, që është vërtet një hir madhështor. Edhe vërtet jam shumë mirënjohës o Zot për çështja që ke bërë në këtë kishë, për punën o Zot që ke bërë në këtë kishë, për zemrat që janë ndryshuar, për dëshepët që janë ngritur o Zot, edhe për ata që kanë shkuar o Zot, edhe ke përdorur për të hapur misione të reja, vërtet është shumë mrekullueshëm o Perëndi. Perëndi vërtet është një zonjë i zgjedhur, jo një zonjë dosido. Edhe kjo është për shkak të hirit tënd, për shkak se burra, vajza dhe djem kanë lejuar ty të punosh në zemrat e tyre, në jetën e kësaj kishe, edhe ti ke përdorur në mënyrë të mrekullueshme. Edhe Zot, ndërkohë që mbyllim o Zot edhe këtë vit, o Zot, lutem që të na flasësh, për Perëndi le të jemi falënderues për ata që ti na ke dhënë, të kujtojmë të gjërat që ti na ke dhënë o Zot.
edhe të fokusohemi në gjërat e duara për vitin e ri, Zot, edhe t'japim ty lavdimetin ton. Na fole, Zot, dhe na drejton. Në emrin e Jezusit Krishtit të lutem. Amen. Është shumë interesante se si Gjoni i drejtohet dhe drejtimi dhe përshëndetjet, thot, unë plaku zonës së zgjedhur dhe bijve të saj që i dua në të vërtetë. Unë plaku që e dua, dhe Gjoni shpreh dashurinë e tij të veçantë për këtë kishë. Edhe ne besojmë kisha personifikohet nga një grua, ne dim shumë mirë në fjalën e Perëndisë, një grua vërtytshme. Dhe Bibla na thotë, ju burra duajini gratë tuaja sikurse edhe Krishti deshi kishën dhe na dha veten e tij për te. Që ta shëjtroj, pasi e pastroj, me larjen e ujit me anë të fjalës. Që ta paraqes atë përpara vetes së tij si një kishë të lavdishme, pa njolla, arrulla, ande në gjë të tillë, por që të jetë shejt dhe pa qortueshme. Ky është krahasimi që ne dimë që Zoti krahason kishën me një grua dhe Gjoni drejtohet për Krisht në këtë aspekt, kësaj zonje të zgjedhur dhe duke shprehur dashurinë e veçantë për këtë kishë lokale. Edhe është vërtet e veçantë mënyra se si i flet. Dhe thotë, jo vetëm se unë ju dua në mënyrë të veçantë, thotë, por ju dua thotë në të vërtetë ata dhe bitë e saj. I dua thotë në të vërtetë. Dhe jo vetëm unë thotë, por edhe gjithë ata që e kanë njohur të vërtetën. Jo vetëm unë ju dua sepse kam një lidhje të veçantë, por realisht Zoti ka prekur jetët e njerëzve nëpërmjet dëshmisë së kësaj kishës, edhe në këtë kishë kanë qenë shumë njerëz që kanë marrë shumë mësime të vëra dhe Zoti ka prekur edhe kanë transformuar jetën. Edhe kanë një respekt të veçantë për këtë zonë të zgjedhur, që është Kisha Biblike Baptiste e Tiranës. Dhe përpara disa kohësh po bisedoja me një drejtues të Institutit Jeta e Re dhe po flisim pak për kohët e fundit. Edhe po flisim për çështje të ndryshme, edhe tha, unë kam dëgjuar shumë predikues dhe mësues, po gjëra që unë kam mësuar te Kisha Biblike me Xhefin, vërtet janë të veçanta, dhe këto tjera më duken si çumësht. Bëhet fjalë për vite më përpara. Edhe ky është reputacion shumë i mirë. Jo vetëm se fjala e Perëndisë predikohet, por që kjo kishë kanë nxjerrë dishepoj dhe Zoti ka punuar në mënyrë të veçantë në jetën e kësaj kishe, edhe është vërtet e mrekullueshme. Edhe thot, për shkak të vërtetës që qëndron në ne. Thot vargu, për shkak të vërtetës që qëndron në ne dhe do jetë me ne për jetë. Dhe Gjoni tregon arsyen pse e don këtë kishë. Edhe të tjerë pse e duan këtë kishë, edhe pse duhet t'i duam të krishterët. Për shkak të së vërtetës që qëndron në ne dhe do jetë me ne për jetë. Kush është e vërteta që është në ne? Është Jezu Krishti. Është fjala e Perëndisë. Është fryma e shejt, fryma e vërtetës. Ata janë në ne. Dhe dashuria që ne kemi për njëri tjetrin është për shkak të Krishtit. Nëse Krishti nuk do na bashkonte, mundësia do ishte shumë e vogël që ne të ishim sot së bashku në këtë vend. Dhe kjo vërtet është me ne për jetë. Çfarë kushtimi? Dhe nuk do të harrojmë se kush është tek vllai dhe tek motra dhe tek kisha, është e vërteta e Perëndisë mbetet për jetë. Shpesh ndonjëherë mund ta parashikojmë nga ana jonë teksore njerëzore. Por le ta shikojmë si se shikon Zoti, perspektiva e Perëndisë. Për shkak të vërtetës së qëndron. Për shkak të asaj që Krishti është në ne, ai na ka dhënë vlerë. Na ka bërë pjesëtar të familjes së Perëndisë. Është një vlerë e jashtëzakonshme. Për shkak të asaj që Krishti banon dhe është në ne për jetë. Dhe kjo është ajo që Perëndia ka bërë për ne. Edhe ndërkohë që vazhdon letra, thotë, të vargu 3 jep disa urime, dhe do thoja janë si super urimet për vitin e ri. Edhe thotë, por Noehu gjeti hir në sytë e Zotit. Edhe flet së pari për hirën. Edhe flet për Krisht për hirën që Perëndia don dhe pali vetë Gjoni don që kisha ta ketë. Kjo kishë dhe çdo kishë duhet ta ketë. Dhe është një super urim, do thoja. Është hiri, është mëshira, është edhe paqja e Perëndisë. Hiri i Perëndisë. Hiri është ndërhyrja, është favori i Zotit, është një favor i pamërituar. Është një përkrahje e Zotit e pamërituar. Hiri nuk ka sens në asnjë fe tjetër. Hiri është diçka ekskluzive e krishtimit. Edhe fjalorët janë shumë të varfër për ta përshkruar hirin. Por vetë Zoti ne na zbulon fjalën e tij, se sa i madh, sa madhështor, është hiri i Perëndisë. Hiri i Zotit
është madhështor. Nëpërmjet hirit ne jemi të shpëtuar apo jo? Por Noehu thotë gjeti hir në sytë e Zotit. Është përmendja e parë e kësaj fjale. Në Bibël thotë dhe Noehu gjeti hir në sytë e Zotit. Edhe pastaj gjithë bota u shkatërua ne shohim. Zoti i dha hir dhe shpëtoi gjithë familja e Noehut. Edhe Zoti rifilloi botën sërish me Noehen. Hiri i Perëndisë vëllezër e motra është madhështor. Është hiri që ne kemi nevojë më shumë çdo ditë në vitin që po vjen. Dhe është një hir i jashtëzakonshëm. Le të mos harrojmë. Me anë të besimit, Noehu thotë i lajmëruar hyjnisht për ato që ende nuk shieshin. Druante Perëndin dhe ndërtoi arkën për shtëpinë e shtëpisë së tij. Me anë të cilit ai dënoi botën dhe u bë trashëgimtar i drejtësisë me anë të besimit. Edhe këtu së pari të vargu parë na jep për hirin, në anën tjetër na jep për besimin. Dhe të dyja këto përmbledhen tek Efesiane 2:8. Jemi të shpëtuar me anë të besimit nëpërmjet hirit. Dhe kjo nuk vjen nga ne, por është dhuratë e Perëndisë. Nuk ka sens në asnjë fe tjetër kjo. Kjo është Zoti na ka dhënë me anë të hirit. Dhurata e Perëndisë. Paga mëkatit është vdekja, por dhurata e Perëndisë është jeta e përjetshme në Krishtin Jezus. Është një dhuratë që mbetet me ne përgjithmonë. Është një dhuratë që na ka dhënë një jetë të re, na ka dhënë një perspektivë të re, na ka dhënë një familje të re. Hiri i Perëndisë, vëllezër e motra, kemi kaq shumë nevojë çdo ditë e jetës sonë. Por ai më tha, hiri im të mjafton, sepse fuqia ime përsoset në dobësi. Prandaj me kënaqësi të madhe do të mburrem më tepër me dobësitë e mia, që fuqia e Krishtit të rritë tek unë. Dhe ky varg tregon për historinë e Palit që pati dobësitë e veta ashtu siç çdo njeri. Edhe ju lut Zotit që të ahishte dhe shpesh edhe ne duam që Zoti të na heqë të problemet e vështirësitë. Dobësitë që ne kemi. Zoti thotë hiri im mjafton sepse fuqia ime përsoset në dobësi. Hiri i Zotit mjafton vëllezër e motra. Edhe hiri i Zotit na jepet falas, po ju jepet zemrave që vërtet përulen edhe binden edhe duan të ndjekin Zotin. Nuk ka asgjë të vështirë pamundur për një besimtar që është i dorëzuar në duart e Krishtit. Hiri i tij mjafton. Hiri i Zotit mjafton. Këta kanë parë përpara ne që kanë provuar me qindra miliona besimtarë. Ne kemi provuar edhe në vitin që kaloi, hiri i Zotit. E kemi provuar në familjet tona, e provojmë çdo ditë. Hiri i tij është i mrekullueshëm. Edhe para se të kërkojmë gjëra të ndryshme specifike, kërkojmë hirin e tij. Sepse hiri i tij mjafton dhe hiri i tij do na japi vërtet perspektivën e duhur në jetën tonë, që Zoti të marrë lavdi. Ai gjithashtu uron apo poso dëgjon për mëshirën. Mëshirë dhe i thotë që të kenë mëshirë. Hiri, mëshira dhe paqja qofshin me ju nga Perëndia dhe nga Zoti Jezu Krisht. Gjithashtu uron që të kenë edhe mëshirë. Mëshira është një nivel tjetër. Është falja e borxheve që Zoti ka treguar ndaj nesh. Zoti na ka fal borxhet. Sepse ne s'kishim me çfarë ta paguanim. Sepse Zoti është mëshirshëm. Perëndia është një Perëndi madhështor. Dhe ky mëshirë bëron nga karakteri i Perëndisë. Është i mëshirshëm, bëron nga hiri i Zotit. Dhe Zoti na aplikon këtë mëshirë për ne, duke na falur. Dhe hiri patjetër që na jep edhe më shumë se sa mëshirë. Mëshira për Perëndia që është i pasur në mëshirë për shkak të dashurisë së tij të madhe, me të cilën na deshi, ndonse ne ishim të vdekur nëpërmjet shkeleve, na dha jetë bashkë me Krishtin. Ju jeni të shpëtuar me anë të hirit dhe na ringjalli bashkë me të dhe na vuri në vendet qellore. Dhe na të uni bashkë me të në vendet qellore në Krishtin Jezus. Perëndia ynë është Perëndi i mëshirës. Ai na dha këtë falje, nuk du të harrojmë. Mëshira e tij ka qenë me ne dhe vazhdon të jetë. Përveç saj Zoti nuk mjafton, na jep paqe. Na ka falë borxhet, por Zoti na ka dhënë paqen e tij. Është një paqe hyjnore, që kjo botë nuk e ka iden se çfarë paqe është. Është një paqe që vjen prej së larti, që vjen nga fryma e shejtë. Kur ai mbush jetën tonë në mënyrë dhe ne lejojmë që ai të mbush jetën tonë. Kjo botë nuk ka paqe dhe ne kuptojmë çdo ditë edhe më shumë se sa vështirë. Gjithse kush po përgatitet, po investon në për armatimet e tyre, në për armatimet që të përgatiten për luftrat duke kërcënuar shtetet njëra tjetrën. Kjo botë nuk ka paqe. Edhe është e vështirë për të gjetur paqe në këtë vend. Edhe
kudo që ti jesh, nuk është problemi vetëm të Shqipëria. Brezi im pak a shumë, nëse unë mund ta përkufizoja brezin tim me një fjalë, është një brez që ka pësuar shumë ndryshime, ka përjetuar ndryshime të jashtëzakonshme, edhe mund ta quash ndryshim. Ne kemi kaluar gjëra të ndryshme, kemi kaluar komunizmin, kemi kaluar socializmin, kemi kaluar pseudo-demokracinë ku po jetojmë, kemi kaluar një kaos në atë shtatën, kemi kaluar social-demokracinë, po kalojmë social-komunizmin, edhe për përgatitemi pak se shpejti mund të futim një teknokraci, nuk e di çfarë ka ardhmja. Janë ndryshime kaq të mëdha, sa njeriu është komplet duket çfarë po ndodh. Jemi një brez që jemi përballur me këto. Gjërat ndryshojnë kaq shpejt dhe njerëzit varen nga këto ndryshime kaq shpejta edhe shqetësohen. Edhe të gjitha këto gjëra, Perëndia është me ne për të na dhënë paqen e tij. Kur bota e humb komplet, edhe mund ta humbin edhe udhëheqësit, edhe presidentet, ne si besimtar kemi privilegjin të kemi paqen e Perëndisë në zemrën tonë. Edhe është një paqe që të kalon çdo lloj zvarësie. Dhe paqja e Perëndisë, për të cilën ju udhëthirret në një trup të vetëm, të mbretërojë në zemrat tuaja dhe jeni mirënjohës. Është një paqe e Perëndisë për cilën ju udhëthirret në një trup të vetëm, të mbretërojë në zemrat tuaja dhe jeni mirënjohës. Paqja e Perëndisë të kalon çdo lloj zvarësie, thot fjala e Perëndisë. Dhe është një urim i mirë që ta kemi këtë paqe. Shpresoj që kjo paqe është me ne, edhe të vazhdoj të jetë edhe gjatë vitit të ri. Zoti është një Perëndi i paqes, dhe Zoti erdhi në këtë botë, Jezu Krishti për të na pajtuar me Perëndin, që ne të kishim paqe me Perëndin. Në fakt Zoti është aq i madh sa edhe të pashpëtuarve u jep paqe. Është shumë interesante që ata në këtë momente ata të mund të reflektojnë për mirësinë e Zotit, të reflektojnë për krijuesin e tyre. Një autor shumë i krishterë shumë i famshëm është C.S. Lewis, mbase keni dëgjuar për të, por ai e thotë që ai u jep edhe të pashpëtuarve që nuk duan t'ia dinë për Zotin, që mund të jenë ateist, mund të jenë anti-Zot komplet. Ai u jep paqen në momentet e caktuara që ata të mund ta përdorin këtë për të reflektuar, për të kthyer te Zoti. Është një hir që Zoti jep pashpëtuarve, u jep një paqe. Në fakt te veprat na thotë, veprat 14 thotë në kohra që kur pani është duke predikuar në Athinë, Zoti i la popujt thotë në epokat që kaluan të ndjekin rrugët e tyre, por nuk e la veten e vet pa dëshmi, është një varg madhështor. Duke dhënë të mira, thotë, duke dhënë shira nga qielli, duke mbushur zemrat e tyre me gëzim, edhe duke dhënë ushqim. Edhe pse nuk e njihnin Zotin, kaq i madh, kaq i mrekullueshëm është Perëndia ynë. Që i bën njerëzit, u jep njerëzve paqe, që edhe shumë njerëz nuk e përdorin si duhet këtë paqe edhe e na shkalojnë edhe nuk kthehen tek Zoti. Por ne si besimtar kemi një paqe që bën nga Perëndia, nga fryma e Shejt. Është një paqe që ndrueshme, për cilën duhet të jemi vërtet shumë mirënjohës dhe motra. Mbas e kam thënë këtë histori më përpara, të ta ndaj prapë. Por është shumë e bukur. Para se të filloja të vendosesha në këtë kishë, unë pata goxha luftë. Isha shumë lidhur me këta shokët e dhomës, me sa shokë që ishin dhe katolikë dhe me tërhiqnin në traditjen anej, edhe e kisha të vështirë që të vendosesha në këtë kishë dhe isha duke luftuar. Nga ana tjetër Zoti po më drejtonte, po më tërhiqte këtë që unë të vija dhe një të mërkur që kisha të niseni tek fusha e zezë. Sot tani nuk është më janë vetëm pallata atje. Edhe unë personalisht isha duke përjetuar një luftë të madhe të brendshme, një konflikt vërtet frymëror, një luftë të frikra të ndryshme dhe megjithatë vendosa, erdha në kishë. Edhe pasi adhuruam Zotin edhe dëgjuam predikimin nga fjala e Perëndisë. Vëllezër motra, vërtet Zoti ndryshoi 100% gjendjen time shpirtërore dhe kishte një paqe kur dola, një paqe hyjnore dhe më një herë ishte si një dritë kur Zoti më tha, shiko se sa i madh jam unë, se sa e madhe është paqja e Perëndisë, se te kalon çdo lloj zvarësie. Ishte një shenjë tjetër që po Zot unë do vazhdoj që të ndjek ty. Pavarësisht sa duan apo zuan të tjerët, unë do të ndjek, sepse ti je besnik. Paqja e Perëndisë dhe zemotra është vërtet madhështore. Dhe ndërkohë që mbaroj me drejtimin, shikojmë cilësitë e kësaj kishe, kësaj zone që realisht përputhen edhe me kishën biblike baptiste të Tiranës. Dhe Pali Gjoni tregon për këtë kishë. Edhe u flet aty, i flet në mënyrë të veçantë. Edhe thot, u gëzova shumë që kam gjetur disa
nga biti tu duke ecur në të vërtetën. Shikoni se shumë të rrezikshme fjalë të veçanta që Zoti përdor. Sipas urdhërimit që morëm nga Ati. Dhe tani të lutem ty Zonjë sikur po të shkruaj një urdhërim të ri, për atë që kishim nga fillimi, që ta duam njëri tjetrin. Dhe kjo është dashuria, që të ecim sipas urdhërimeve të Tij. Ky është urdhërimi sikurse dëgjuat nga fillimi, që të ecni në të. Dhe tregon për këtë zonjë që ka disa bi, thot, që ecin në të vërtetën. Është një gjë që të mësosh të vërtetën. Është një gjë që ta kuptosh të vërtetën. Është një gjë tjetër komplet të ecësh në të vërtetën. Edhe kjo kish që flet Gjoni, edhe kjo kish që jemi këtu, ka nxjerr dishepuj që ecin në të vërtetën, që e vënë praktik të vërtetën. Edhe kjo është një bekim vërtet i jashtëzakonshëm. E vërteta që ecin sipas Krishtit, ecin sipas fjalës së Perëndis, ecin sipas frymës së vërtetës, sipas në strukturën e kishës lokale. Dhe është vërtet e mrekullueshme. Zoti e ka treguar për gjatë viteve, kjo kishë ka treguar, ka nxjerrë dishepuj. Edhe kjo është një bekim vërtet shumë i madh. Ka nxjerrë dishepuj. Një kishë biblike, një zonjë kishë bën dishepuj. Edhe bëhet fjalë për dishepuj të vërtet të Krishtit, për dishepuj të mirë. Qëtë ose bëni të mirë pemën dhe fryti i saj të jetë i mirë, ose bëni të keqë pemën dhe fryti i saj do të jetë i keq. Sepse pema njihet nga frytet. Pema njihet nga frytet. Dhe Zoti e krahason, Zotin në jep etalonin nëse mënyrën se si ne duhet të gjykojmë gjërat. Edhe një kish, patjetër, edhe një person, nga frytet. Jemi në një kohë ku show, spektakli ka mytur, jemi në një botë spektakli, në një botë show, që njerëzit flasin me fjalë të mëdha që mund të aktrojnë dhe mund të bëjnë sikur janë ata që në vërtet nuk janë. Ka shumë profet të rrem, thot fjala e Perëndisë, ka shumë punëtor të këqij, thot fjala e Zotit. Thot, por do të njihnin nga frytet. Edhe një kishë vërtet njihet nga frytet edhe Zoti e përdor një kishë të vërtet. Siç ka përdorur edhe këtë për të dhënë fryt, për të bërë dishepuj, për të bërë dishepuj të Jezu Krishtit. Tjetë një pemë, të bëj një pemë të mirë, që fryt të mirë, edhe kjo është e vërtet. Po shumë interesanta që thot, gjeta disa, edhe kjo faktikisht më tërhoqi vëmendjen. Tani, për disa vite unë jam pastor gjithashtu, dhe ëndra çdo pastori tash që gjithë besimtarët e tij, gjithë besimtarët e kishës bëhen dishepuj, të qëndrojnë fort, dhe të kalojnë nivelet e dishepullëzimit, edhe të jenë të përfshirë, të japin 100% shëndetyre, sepse e shesin për veten e vet. Sepse kujton veten e vet, edhe pse mos jenë edhe këta. Edhe them pse mos janë, pse mos të jenë, se kanë të gjithë mundësi, ndoshta sot kanë më shumë mundësi edhe shumë më shumë akses besimtarë se sa ne kishim, që ne të rriteshim, edhe Zoti na rriti. Dëshira e çdo pastori është gjithë kisha ati të shkëlqej, të gjithë të ecën, por nuk ndodh kështu. Realiteti nuk ndodh kështu. Edhe kjo ka qenë gjithmonë. Janë disa që ecën. Kjo mund të jetë pak dekurajuese që ne gjithë përgjigjen, por do të kuptojmë, Zoti ka dhënë vullnetin e lirë njerëzve. Jo të gjithë përgjigjen, disa do të përgjigjen. Edhe Zoti, vëllezër e motra, nuk është i kufizuar tek numrat. Jemi në një kohë ku numrat hyjnizohen. Numrat, sa. Zoti ynë punon me individët. Zoti ynë punon me ty personalisht, në mënyrë të veçantë, në mënyrë unike. Numrat nuk tregojnë asnjëherë pikurinë e një kishe. Zoti punon me individët. Zoti punon tek ata njerëz patjetër që e lejojnë Perëndin. Edhe ne si drejtues do të jemi vërtet mirënjohës Perëndis. Edhe besoj vëlla Landit siç thash, është mirënjohës për gjithë ata që kanë shërbyer, për gjithë ata që kanë punuar. Ndoshta jo gjithë janë përfshirë siç duhet, por një pjesë e madhe kanë mbartë peshën e kishës edhe shërbimet e kanë drejtuar, e kanë sakrifikuar. Është një gëzim i madh. Edhe Zoti vëllezër përdor njerëzit, individët. Psalmi 12 thot, na shpëto o Zot, sepse njerëz të devotshëm ka më pak. Dhe ata që thonë të vërtetën janë zhdukur në mes bijve të njerëzve. Janë më pak. Por Zoti përdor
njerëzit. Zoti përdori mbretën Nebukadnesar që të jepte atë. Zoti përdor mbretën që bëri dekretin për kthimin e Izraelit në popullin tokën e premtuar. Pastaj Zoti përdori Nehemian për të ndërtuar murin, Zoti përdori Ezran për të tjerë për të ndërtuar tempullin, Zoti përdori një person për të siguruar shpëtimin e gjithë botës. Ai person është Zoti Jezu Krisht, edhe njeri, edhe Zot. Me një person. Zoti nuk është i kufizuar nga numrat, vëllezër motra, dhe në këtë nuk duhet ta harrojmë. Është shumë e rëndësishme. Jetojmë në kohë kur njerëzit i adhurojnë numrat. Në fakt, nëse ne shikojmë edhe kisha të mëdha që nuk arrin që mbahen tek numrat, por nuk arrin që të kenë dishepuj, nuk është se kanë ndonjë vlerë të madhe. Nëse një kish mbatet nga dishepujt cilësor që ajo nxjerr. Realisht, ky është fruti i qëndrueshëm, i cili bën ndryshimin, dhe Zoti na kujton këtë. Dhe edhe kjo është një kishë e tillë. Dhe vërtet duhet jemi mirënjohës. Zoti ka përdorur dhe Zoti mund ta përdorë edhe më shumë. Ndërkohë që vazhdon Gjoni thotë diçka, thotë, tani thotë të lutem ty Zonë, jo sikur po të shkruaj një urdhërim të ri, por atë që kishim nga fillimi, që ta duam njëri tjetrin. Tani kjo kishë që flet Gjoni, ishte mirë, ishte Zoni zgjedhur, por ishte marak pak për besimtarët. E thotë që të lutem Zonë, që jo sikur po të shkruaj një urdhërim të ri, por atë që kishim nga fillimi, që ta duam njëri tjetrin. Është një urdhërim i ri që prapë duhet të kthehemi. Është i vjetër por edhe i ri njëkohësisht. Do të thënë, asnjëherë nuk është mjaft të duash ashtu siç Zoti na deshi, sepse Zoti na deshi pa kushte edhe pafundësisht. Edhe një diçka që kjo kish duhet të zhvillonte edhe më shumë, që të rritë edhe më shumë, ishte për Krishtin dashurinë për njëri tjetrin. Edhe këtë na kërkon Zoti edhe ne, ta duam edhe më shumë njëri tjetrin. Zoti na ka dhënë dashurinë e tij në zemrat tona, me anë të frymës që ka dhënë në zemrat tona. Por ne duhet të rritemi, ne jemi të mësuar nga Perëndia, por duhet ta zhvillojmë edhe më shumë, duhet ta shfaqim, ta duam njëri tjetrin. Kjo thotë duhet të vendosim, është një zgjedhje, nuk është thjesht një emocion. Duhet ta duam. Dashuria biblike është vërtet e mrekullueshme. Po jap një urdhërim të ri. Ta doni njëri tjetrin. Sikurse unë ju kam dashur, ashtu dhe ju ta doni njëri tjetrin. Për kësaj do ju njohin të gjithë që jeni dishepujt e mi nëse keni dashuri për njëri tjetrin. E kjo është një nga shenjat e dishepujve të Krishtit, është që ata kanë dashuri të vërtet për njëri tjetrin. Qëndrojnë fort në fjalën dhe kanë dashuri për njëri tjetrin. Dhe Gjoni ka merak, Gjoni i kthehet shumë shpesh kësaj teme. Sepse dashuria, vëllezër e motra, është shumë esenciale. Pa dashurinë nuk mund të vazhdojmë shumë gjatë. Bijtë e mi, të mos duam me fjalë as me gjuhë, por me vepra dhe në të vërtetë. Kjo është dashuria, jo vetëm me fjalë, por me vepra dhe në të vërtetë. Bibla thotë që ai që urren vllain e tij është në errësirë, ecën në errësirë dhe nuk e di se ku shkon, sepse errësira ja ka verbuar syt. Ndërkohë që Perëndia vetë na tregon modelin e dashurisë. Askush s'ka dashuri më të madhe, thotë Jezusi te Gjoni 15:13, se kjo, që dikush të jap jetën e vet për miqtë e tij. Kjo është përkufizimi i dashurisë, të japësh jetën, të japësh nga vetja. Kjo është dashuria më e madhe, dhe këtë bëri Jezu Krishti. Dhe Zoti na ka dhënë këtë model, që ne të jemi pjesëtar të kësaj dashurie, por ta transmetojmë këtë dashuri, duke dhënë, duke sakrifikuar nga jeta jonë, nga koha jonë, nga talentet tona, duke ndihmuar, duke dashur të tjerët. Dhe është vërtet shumë e rëndësishme. Perëndia ynë, vëllezër e motra, si është? Është dashuri. Të na thotë fjala e Zotit. Është dashuri. Kjo është cilësia, është karakteri i tillë, është dashuri. E di pse është dashuri, sepse ajo është trini. Nëse Perëndia ynë nuk është trini, është e vështirë të jetë dashuri sipas përkufizimit të vetë dashurisë. Perëndia ynë është vërtet është një qenie hynore.
por është i zbuluar në 3 persona, Ati, Biri dhe Fryma e Shenjtë. Dhe të 3 janë një. Edhe pyetja është çfarë bën Zoti nga përjetësia? Nga përjetësia, Ati është duke dashur Birin, edhe Biri është duke dashur Atin, dhe Fryma e Shenjtë është duke realizuar këtë gjë. Ashtu si Fryma e Shenjtë, dashuria e Perëndisë është nderdhur në zemrat tona me anë të Frymës së Shenjtë. Kjo ishte që Perëndia po bënte nga përjetësia. Është për të Perëndia ynë është dashuri. Edhe në një moment të saktuar, nga që Perëndia është dashuri, Ati donte ta shpëtonte botën. Sepse botën të cilën e filloi mirë për njeriu bëri zgjedhjen e gabuar. Nga dashuria që ai pati, ai do të jepte birin e tij, që ai të vijë të vdisë për ne, do të na jepte jetën e përjetshme. Perëndia është burim dashuri, është vetë dashuri, është bërën pafundësisht. Dhe në dashurinë e tij të madhe, dhe unë do shkoj të shpëtoj për Krisht. Ishe përplot, Zoti është i plot, nuk ka nevojë për asgjë gjë, ne e dim këtë gjë shumë nga fjala e Perëndisë. Por nga që është dashuria e tij të çon për të dhënë, për të ndihmuar, për të sakrifikuar, për të shkuar, për të ndihmuar të tjerët. Edhe këtë bëri. Dërgoi edhe Biri në nështrot. Biri ishe mirë, ishe në praninë e Atit, ishe i plot, ishe në lavdi, ishe i lumtur për jetësi, i tillë është Perëndia. Por dashuria që ai pati për Atin, bindja, dashuria që pati për krijesën që ai krijoi, ai vendosi e nënshtroi veten, edhe erdhi lindi në mesin tonë para 2000 vitesh në një stall. Është e paimagjinueshme për shkak të dashurisë. Sa shumë gjëra të mëdha shkon bën dashuria e Perëndisë. Dhe këtë dashuri na është dhuruar në iman të Frymës së Shenjtë në jetën tonë. Dhe Zoti na ka bërë pjesëtar të kësaj dashurie, që ne ta marrim dhe ne ta shpërndajmë këtë dashuri tek të tjerë të vëllezër e motra. Duke mos kërkuar interesin ton. Dashuria e Perëndisë nuk kërkon të vetat. Dashuria e Perëndisë mban çdo gjë. Dhe flasim për urdhrimet, flasim për gjërat. Dashuria e Zotit mban çdo gjë. Dashuria që Perëndia është vërtet e jashtëzakonshme. Dhe nuk e di në çfarë niveli ke njohur dashurinë e Perëndisë, por nuk ka dashuri më të madhe se sa dashuria e Zotit. Nëse Perëndia nuk do ishte të rini, nuk mund të realizonte këtë dashuri siç tash, siç është e para Korintësve 13. Është një dashuri që nuk kërkon të vetë, është dashuri që mban të gjitha, i duron të gjitha. Edhe i jep, sakrifikon çdo gjë. Dhe kjo është vërtet e mrekullueshme. Kjo dashuri na jep forcë, vëllezër motra, që të mlidhemi përpara Zotit dhe mënyrë tjetër për të përballuar. Në kohën e komunizmit mund ta kemi ndarë pak edhe këtë pjesë e historisë të jetës sime, por kemi qenë familje përsekutuar në fakt. Edhe ne ishim si me damk, ne ishim çushim të prekur nga ana politike, edhe ne nuk kishim drejt shkonim nëpër dasma, nëpër festa të tjerët, nëpër varrime, sepse quheshim të prekur. Megjithatë Zoti na kishte dhënë një bekim, ne ishim 7 vëllezër dhe ishim shumë mjaft mirë bashkë, me nënën, me babain, edhe fakti që ne u lidhëm shumë me njëri tjetrën, edhe na ndihmonte kjo gjë që të përballonim presionin e madh që ishte nga jashtë. Është mrekullueshme. Familja, si Zoti e ka ndërtuar familjen që të qëndrojë çdo stuhie, nëse është në strukturën e duhur, është mrekullueshme. Dhe kjo na bëri lidhja me njëri tjetrën, na ka ndihmuar që të vazhdonim përpara, të qëndronim kundër stuhive. Edhe kur dikush sulmoi, ne gjithë ishim që mbronim njëri tjetrën. Dhe është vërtet nga ana frymore, kur ne jemi së bashku, ne mund të përballojmë kurthet e të ligut, nuk diskutohet. Edhe ne mund të kalojmë çdo situatë. Por Gjoni ka frikë se kur kisha akoma nuk është mjaftueshëm aty ku do të jetë lidhur me dashurinë e Perëndisë, sepse është e pafundme dhe dashuria mbulon të gjitha fajet, që njerëzit të kuptojnë rëndësinë e dashurisë. Nëse nuk jemi të kapur, nuk kemi të zhytur në dashurinë e Perëndisë, nuk mund të vazhdojmë shumë gjatë vëllezër motra. Nuk mjafton intelekti jon, integriteti jon, aftësitë tona njerëzore, nëse nuk kemi të rrëmbyer nga dashuria e Perëndisë. Edhe prandaj Bibla thotë që urdhrimi i madh që të ta duash Zotin. Zoti ua ka dhënë këtë urdhrim njerëzve akoma pa frymën e Shenjtë. Por njeriu ka një zgjedhje. Edhe në datën e vjetër kishte një zgjedhje. Ta duash Zotin, pra, edhe dashuria ka lidhur absolutisht me zemrën, me gjithë zemrën, me gjithë mendjen, me gjithë shpirt. Edhe ky të jep perspektivën në rrugtimin e duhur pastaj, dhe Zoti do siguroj. Dhe është problemi i madh kur futen dashuritë e tjera në jetën tonë, kur zemra jonë është e dyzuar, se futen perëndi të huaja,
edhe ne ftohemi nga dashuria, sepse jemi në një botë të ftohtë, jemi në një botë që nuk ka dashuri, që nuk e ka njohur atin as birin. Edhe ne jemi dishepujt e kësaj dashurie dhe që duhet të transmetojmë sa më shumë për lavdinë e Perëndisë. Dhe dashuria, kjo kish, për qëllim për flet Gjoni, është një kish që ka dashuri për Perëndin, ka dashuri për fjalën, që ecën sipas urdhrimeve të tij. Dhe kjo është dashuria që të ecim sipas urdhrimeve. Nëse ne kemi dashuri me Perëndin, vëllezër dhe motra, ne do të ecim sipas urdhërimeve. O Fatmir, ti s'ja ke iden gjëra që unë kaloj, ti flet kollaj. Kam ka shumë sfida, ka shumë gjëra. Bibla thot, nëse ne kemi dashurinë e Perëndisë ne do kemi fuqi për të mbajtur ato urdhërime. Edhe urdhërimet e tij nuk janë të rënda, sepse hiri i tij gjithmonë do të mjaftojë. Për ne është shumë e rëndësishme ajo marrëdhënie personale që besoj se keni pasur dhe duhet ta zhvillojmë çdo edhe vitin që vjen me Zotin, që dashuria e Zotit të mbushë zemrat tona, me anë të frymës së Shejt. Edhe ne të kërkojmë gjërat e Perëndisë, të kërkojmë që të ecim edhe të zbatojmë fjalën e Perëndisë. Jezusi tha, nëse më doni, zbatoni urdhrimet e mia. Dhe ta njihni thot dashurinë e Perëndisë, Efesane 3, që të e kalon thot çdo njohuri, që të mbushini në gjithë plotësinë e Perëndisë. Dhe lutja e palit për Efesanit ishte që ata ta njihnin dashurinë, nëse ke njohur dashurinë, ke njohur vetë Perëndin, edhe urdhrimet nuk janë as pak të rëndash, është kënaqësi. Kjo të kalon çdo njohuri dhe që të mbushini me gjithë plotësinë e Perëndisë. Kjo është lutja e palit për Efesanit. Edhe po të kemi dashurinë e Perëndisë në zemrën tonë, vëllezër motra, nuk do të jetë vështirë që të mbajmë urdhrimet. Por mos më thuaj që kam dashurinë e Zotit, edhe zgjedhjet që ne mund të bëjmë, mund të jenë zgjedhje si të pashpëtuar. Në mënyrë se si flasim, në mënyrë se si idhim, në mënyrë se si veprojmë, në mënyrë se si jetojmë. Zgjedhje më shumë diabolike se sa as pak frymërore. Mos më thuaj që nuk kam dashurinë e Zotit, sepse secili prej nesh do të njihet nga frytet. Kisha njihet nga frytet, unë do të njihem nga frytet. Fryti nuk e let gënjesh. Nuk të lejon që të mashtrohesh. Le të mos japim vëmendje shumë fjalëve të bukura. Zoti thotë krahasoni profetet me anë të frytit që ata kanë. A kanë fryt? A ka fryt? Po nëse ke dashurinë për njëse është pamundur të mos të përmbushësh urdhrimet e tij, sepse urdhrimet e tij nuk janë të rënda. Zoti na ndihmon. Edhe një urdhërim të veçantë që kisha ka që të bëj dishepuj. Duket shumë e vështirë, sinqerisht, kanë kaq vite në këtë proces, duke mësuar të tjerë, por gjithmonë është e vështirë, sepse sfidat janë vazhdimisht nga më të ndryshme që ti nuk i parashikon dot. Kemi brezin gjenerat të nxit tani që nuk njeh as zot tjetër përveç internetit, nuk e kuptojnë jetën pa telefon, pa internet. Gjenerata Z është e frikshme të punosh, të mendosh ne duhet të kthehemi mbrapsht, kërkon është një sipërmarrje e jashtëzakonshme, kërkon urtësinë, drejtimin edhe hirin e Perëndisë, vëllezër motra. Megjithatë prapë është urdhrimi i Zotit që ne duhet ta përmbushim. Sepse Zoti na ka zgjedhur ne në këtë kohë që të merremi me këtë brez, edhe të trajnojmë dhe të bëjmë dishepuj të Jezu Krishtit. Të bëjmë dishepuj të Jezu Krishtit është shumë esenciale për një kish. Nëse një kish nuk bën dishepuj, vëllezër motra, është një kish që mund të them ka dështuar. Dhe ka shumë kisha që mund të jenë edhe me nga church. Po them në Perëndim që nuk bëjnë të dishepuj. Mbase kemi edhe këtu. Që janë kisha që nuk duhen të merren me një denominacion të caktuar, duhen të jenë të hapur për gjithë, dhe të jetë diçka ekumenike, edhe nuk bëjnë të dishepuj. Më vjen keq. Tani gjatë të viteve si misionar, si pastor kam pas kontakt me shumë të tilla, që janë vëllezër të mirë të dashur, por kishat nuk kanë arritur që të bëjnë dishepuj. Në kuptimin biblik, në kuptimin e saj që ne kemi për dishepullizimin. Dhe ka mjaft kisha edhe në Amerikë, kisha me nga që pas Covidit edhe më vonë, shumë kisha janë që kanë qenë me antarësi shumë të mëdhaja, tjera me mira, janë përgjysmuar. Edhe dëshmi të panumër të besimtarëve që kanë nejtë 10 vjetë një kishë të saktuar, që thonë ku erdhi Covidi, nuk përballoja dot, nuk rezistoja dot, nuk mësoja dot, nuk mësova asnjë gjë që si mund të ushqej vetë nga fjala e Zotit, si mund të lutet, si mund të shndroj,
s'dinte as mësimet më esenciale në jetën praktike të një dishepulli. Është kaq e rëndësishme. Zoti na ka kërkuar që ne t'japim frut, edhe ky frut jetë i qëndrueshëm. Unë pata mundësinë të lidhesha me një misionar në histori e gjatë, por ka 33 vjet që është misionar këtu, në një njëjtin vit me Xhefin. Edhe këtë vit ai marron mandatin e tij dhe do kthehet edhe do të largohet. 33 vjet. Dhe ai nuk ka dot një dishepull që të vazhdoj punën e tij edhe shërbimin e tij. Dhe janë disa gratë moshuara, nuk ka asnjë moshë të re. 33 vjet investim, pa bërë një dishepull që mund të vazhdoj punën. Po them këtë për gjikurat e Zoti do ta shikoj se cilën vërnesh po them atë që unë pash. Por thjesht një ishim krahasoj se këtin vit erdhi me Xhefin dhe Zoti as shumë e përdori Xhefin për të ndërtuar këtë kishë dhe këtë kishë për të ndërtuar kisha të tjera, misione të tjera për të bërë dishepull. Anë të krahasimit ne mund të mësojmë shumë. Do t'i njihnin nga frutit e tyre. Dhe mund të harxojmë vëllezër motra gjithë jetën tonë, por nëse ne nuk bëhemi dishepull dhe nuk bëhemi dishepull, nuk e di sa vlerë ka jeta jonë pasaj, si të krishter apo si kish. Është shumë e rëndësishme. Edhe është një traditë e mirë dhe ju inkurajoj të gjitha që jeni përfshirë në këtë proces dishepullizimi, që të bëheni dishepull të Jezusit. Perëndia, jam i sigurt se çka siguruar për mua këtu, do siguroj edhe për ju që ju të rriteni, të bëni dishepull të Krishtit, të esni. Hiri i Zotit mjafton. I keni të gjitha veglat, i keni të gjitha mundësitë, keni bashkësinë për të shërbyer edhe kështu me radhë. Është vërtet një bekim i madh që t'jeni së bashku këtu dhe t'jeni dishepull. Por edhe ju që jeni duke dishepullizuar të tjerët mos u dekurajoni. Qëndroni fort. Kjo është detyra që na është dhënë. Duke detyrë e përsëritur, por kjo është detyra që të bëjmë dishepull të Jezusit Krishtit. Edhe fundit që duat të shohim janë disa paralajmërime që apostulli Gjon jep kishës, i bën thirrje për vigjilancë. Edhe një diçka që ai përmend është interesante të flet, sepse thotë shumë mashtrues dolen në botë, të cilët nuk rrefejnë se Jezu Krishti ka ardhur në mish. Ky është mashtruesi të Antikrishti. Disa paralajmërime edhe për vitin 2026 në vazhdim. Ka shumë mashtrues që dalin në botë, që mohojnë për Krisht, se Jezu Krishti ka ardhur në mish. Ky është mashtruesi dhe Antikrishti. Dhe Zoti thotë do të jemi të kujdesshëm. Mashtrimi po rritet shumë dhe më shumë vëllezër motra. Në përmasa që ne nuk imagjinojmë, se kishim imagjinuar do të përpara pak vitesh. Është vërtet e frikshme ajo që po ndodh në botën tonë. Nuk e di e votëre vrasin e Charlie Kirk, që ishte figurë shumë interesante, që ishte edhe krishter, po ishte përfshirë edhe me lëvizjen konservatore në Amerikë, që ndante u ngjitën realisht. Nëse u vra, thotë që u vra e tjerë, por ai shumë bëri përshtypje të ceremonia, në ceremonialin e tij folën shumë njerëz dhe shumë figura politike të qeverisë amerikane. Edhe disa prej tyre që unë di shumë mirë që janë 100% karash katolik, filluan edhe folën vëllezër motra me gjuhën gjillore, që ti nuk e dalloje dot me ata që ishe pastor. A është ky shpëtuar apo është tjetri? Gjuhë e njëjtë. Një besimtar normal dhe modest, i pastërvitur nuk e dallon dot, patjetër ky është shpëtuar. Në një kohë që vetëm di edhe dihet se ai është katolik, që është kthyer në katolicizëm me vetdije, ka studiuar, është kthyer dhe beson katolicizmin komplet. Por foli gjuhën gjellore, sepse e tij dhe ishte audienca. Çfarë mashtrimi? Jemi në botë të tillë ku mashtrimi është vërtet i jashtëzakonshëm. Edhe pas këtyre ne dim se kush është mashtruesi. Duhet kemi kujdes nga mashtruesit. Thotë mashtruesi është djalli. Ai ishte thotë dhe ju jeni nga djalli që është ati juaj dhe doni të bëni dëshirat e atit tuaj. Ai ishte vrasës që nga fillimi dhe nuk qëndron në të vërtetën, sepse në të nuk ka të vërtetë. Kur thot gënjeshtën, flet nga vetvetja, sepse është gënjeshtar dhe ati rënës, ati saj. Gënjeshtrat, mashtrimet, por shumë të sofistikuara,
Djalli është shumë i sofistikuar, djalli punon gjithmonë me detaje, djalli imiton. Duhet kemi kujdes, ka shumë profet të rrem, thot, edhe në mesin tonë, ka shumë punëtorë të këqij, po duhet jemi punëtorë të mirë për përmbretërinë e Perëndisë. Duhet kemi shumë kujdes. Jetojmë në një botë të mashtrime, nëse nuk qëndrojmë fort të lidhur me të vërtetën, me fjalën e Zotit, duke lidhur marrëdhënien personale me Krishtin çdo ditë, në lutje të jemi bashkë me dashurinë e Perëndisë. Do të mashtrohemi, vëllezër motra, nëse nuk qëndrojmë në të vërtetën. Sepse shumë mashtrues kanë dalë edhe po dalen. Imagjino teknologjia që po bëhet tash, çfarë po bën teknologjia, është e frikshme. Çfarë mashtrimi që mund të bëhet, mund ndodhin ndodhi gjëra, ndodhi skenaresh me anë të teknologjisë. Tani njerëzit shkojnë direkt, pyesin ChatGPT-n për çdo gjë e tjerë. Edhe një burr shkoi edhe i tha ChatGPT-s thotë, bima që ti më rekomandove ishte helmues, po nuk helmova shumë keq. Dhe ChatGPT-ja i kthen përgjigje, o i dashur, do doja shumë të dija për këtë histori interesante dhe për vetit helmuese të kësaj bime. Por që nuk duhet të shkojmë gjithmonë tek teknologjia, duhet të kemi shumë kujdes se ku shkojmë. Po mashtrimi është vërtet shumë i madh. Zoti don që të kemi kujdes, të jemi vigjilent ndaj mashtruesve. Do t'i njihni nga frytet, thot fjala e Perëndisë. Duke qëndruar në të vërtetën, ne do t'i njohim atë. Vështroni veten tuaj, thot, që të mos humbim ato që punuam për të marrim pak të plot. Një këshill shumë mirë, apo jo? Vështroni veten tuaj, që të mos humbim ato që punuam për të marrim pak të plot. Vështroni veten tuaj, ku jemi vërtet me Zotin? Çfarë kaluam? Si ishte viti që kaloi? A ishte mirë? A ka diçka që duhet të punoj në jetën time, diçka që duhet të kthem, diçka në vendim që duhet ta marr, diçka që Zoti më ka kërkuar dhe kam refuzuar? Vështroni, thot, që të mos humbim ato që punuam për të marrim pak të plot. Mund të kemi arritur disa gjëra, por fatkeqësisht ne mund t'i humbasim. Ne nuk humbasim dot shpëtimin sepse nuk është fitoria jonë, është fitoria e Krishtit. Po mund të humbasim mjaft bekime të Zotit. Mund t'i bëni një foto ose një screenshot saj, por ne mund të humbasim dëshminë e Perëndisë në jetën tonë, ne mund të humbasim shëndetin për shkak të mosesit tonë me Zotin. Mund të humbasim shpërblimet e Perëndisë nëse ne nuk jemi në linjën e duhur, mund të humbasim trashëgimin e tij, është trashëgimin e shpërblimeve, mund të humbasim gëzimin e Zotit, vëllezër motra, mund të humbasim besimin, nuk qëndrojmë dot, mund të humbasim jetën tonë toksore në aspektin që jeta jonë nuk ka kur fravlere në aspektin e përjetësisë. Është një jetë e jetuar e çuar dëm. Dhe kjo varet nga zgjedhjet tona. Ne mund të humbasim të gjitha këto gjëra. Pra duhet të kemi kujdes. Nëse filluam mirë, vazhduam mirë, po le ta mbyllim mirë. Le të vështrojmë veten tonë që të mos humbasim ato që punuam për të marrim pak të plot. Edhe kjo është një kujdes e mirë për cilën ne kemi nevojë ta dim. Diçka tjetër që një paralajmëri tjetër që Zoti na jep që do ta kemi parasysh është pikërisht edhe ruajtja, theksimi i doktrinës. Kushdo që shkel dhe nuk qëndron në doktrinën e Krishtit, nuk ka Perëndi. Kush qëndron në doktrinën e Krishtit, ai ka edhe Atin edhe Birin. Doktrina është e rëndësishme, vëllezër motra. Nëse dikush vjen tek ju dhe nuk sjell këtë doktrinë, mos e pranoni në shtëpi dhe mos e përshëndetni, sepse ai që përshëndet bëhet pjesëtar i veprave të tij të liga. Duhet kemi kujdes që të mbajmë fort doktrinën e shëndosh të fjalës së Perëndisë, doktrinën e Krishtit. Tani nuk të jemi naiv. Në kohën e komunizmit, gjëja e parë që partia bënte ishte doktrina, vëllezër motra, doktrina komuniste. Kishte një institut studimeve marksiste-leniniste, Nexhmia Hoxha ishte drejtoresh e këtij institutit. Propaganda ishte e jashtëzakonshme. Në kohën e vitit 3, botoshin veprat e Enver Hoxhës edhe mojmen babaim që ishte punëtor i dalluar i jepnin veprat e Enverit edhe pse ishin të prekur politikisht, veprat e Enverit të trashë kaq. Ishte lavazh, ishte propaganda, ishte doktrina. Në atë sistem ajo që mezator ishte doktrina ishte mashtrimi që u imponuan nga komunizmi në atë kohë. Edhe duhet të them këtë, çdo sistem absolutisht ka një doktrinë të saktuar. Edhe patjetër ai kishte një doktrinë e djallit, nuk diskutohet. Por ne tani kemi doktrinën e shëndosh të fjalës së Perëndisë.
Edhe ne mund të krahasojmë tani të vërtetën. Ne atë nuk e dinim, mendonim se e vërteta dhe shumë komunistë kanë qenë të ndershëm që kanë besuar atë, edhe kanë jetuar sipas asaj doktrine. Edhe më vonë janë zhgënjur patjetër se gjithçka ishte fllus sa pune. Por duhet të kuptojmë që doktrina e vërteta ka të bëjë, është shumë e rëndësishme. Duhet të qëndrojmë. Thotë kushdo që shkel dhe nuk qëndron në doktrinën e Krishtit nuk ka perëndi. Kushdo që qëndron në doktrinën e Krishtit, ai ka edhe aten edhe birin. Edhe që në atë kohë, edhe për gjatë gjithë historisë, shikojmë se Krishti për shembull sulmohet, a erdhi se erdhi Krishti. Edhe mohojnë hyrinë e Krishtit, edhe ka shumë doktrinat e tjera që janë esenciale, të rëndësishme, shpëtimi me anë të besimit, edhe jam anë të veprave, edhe doktrinat më rrallë që mësohen në këtë kishë. Po janë shumë të rëndësishme vëllezër e motra. Nëse ne nuk kemi doktrinën e shëndosht të fjalës së Perëndisë, doktrinën e Krishtit, ne nuk kemi strukturë për të rritur. Një njeri pa doktrinën e duhur të fjalës së Perëndisë është një njeri pa shtyllë kurrizore, nga ana frymërore. Nuk rritet dot, është e pamundur. Dhe ka shumë, si thash pak më lart që në vlerësojnë shumë pjesën e doktrinës, apo s'ka gjë ne mund të bëhemi, jemi gjithë vëllezër motra dhe mund të lëm ndryshimet doktrinare. Okej, ti mund të lësh ndryshimet doktrinare, por unë do të qëndroj në ata që besoj tek fjala e Perëndisë, dhe unë do besoj do ecë dhe të jetoj. Edhe kisha tilla që kanë lënë doktrinën poshtë, nuk zjerrin dishepëll vëllezër motra. Një dishepull nuk mund të bëhet një dishepull kur nëse nuk ka doktrinën e Krishtit, doktrinën e fjalës së Perëndisë, që ta besoj dhe ta jetoj. Sepse në fund ditës, çdo njeri në këtë botë, pavarësisht ai krishterë apo jo, jeton atë që beson. Të tjerat janë prava. Çdo njeri jeton atë që beson në vërtetë që është e vërtetë. Nëse ne besojmë që është e vërtetë fjala e Perëndisë, ne duhet të besojmë atë. Edhe jo emocionet e njerëzve, jo idetë ekumenike, jo pa hajde të mblidhemi së bashku. Unë do të qëndroj në Krishtin vëlla. Unë do të ndjek Krishtin. Unë do të bëhem imitues i Krishtit. Edhe unë do të ndjek njeriu asaj po ndjek Krishtin, kur njeriu largohet nga Krishti, unë do vazhdoj Krishtin. Vazhdoj të ndjek Krishtin edhe kjo është përgjegjësia jonë. Që të qëndrojmë në doktrinën e Zotit, në doktrinën e Krishtit. E gjithë shkrimi është i frymëzuar nga Perëndia. I dobishëm se pari thot për mesim, për doktrinë. Nuk di se keni marrëdhënie me fjalën e Perëndisë, a është aty ku duhet të jetë, por duhet të forcohemi shumë. Është fjala e Zotit, është doktrina që Zoti na jep, edhe na mëson, na përgatit, na ndryshon, edhe na ndresh. Edhe Zoti e bekon, Zoti na inkuadron që ne të qëndrojmë në fjalën e Perëndisë. I diçka që djalli ka bërë që nga fillimi, nuk duhet të harrojmë detajet. Djalli fshihet pas detajeve. Djalli gjithmonë ka sulmuar të korruptoj doktrinën e pastër të fjalës së Perëndisë. Që nga fillimi që në Eden, a ka thënë në vërtet Perëndia, duke vënë në pikpyetje fjalën e Perëndisë. Edhe Eva na ka thënë të mos e prekim. Ai që djalli bën gjithmonë është fut element, fut herezi, pa nga pak, fut maja, që njerëzit të largohen nga doktrina e fjalës së Perëndisë. Edhe pak maja e sjell gjithë brumin. Ruaje veten dhe doktrinën. Qëndro thot në këto gjëra, sepse duke vepruar kështu thot, shiko, do të shpëtosh veten dhe ata që të dëgjojnë. Sa rëndësishme është. Sepse do të vi koha kur njerëzit nuk do të adhurojnë doktrinën e shëndoshë, dhe jemi në një kohë të tillë. Por sipas endjeve të veta do të mbledhin grumull mësues për të godolisur veshjet dhe do të largojnë veshjet dhe e vërteta dhe do të kthehen drejt prallave. Siç thash, kisha mega church bëjnë koncerte, bëjnë gjëra ashtu spektakle, nuk e merr vesh as kish, është një spektakël, një festival i caktuar, nuk e kupton. Por nuk kanë kufra doktrinet dhe nuk e kanë idenë, nuk duan të thadhohen doktrinë. Vetëm Zoti është i mirë, hajde jemi së bashku, Zoti ka diçka të mirë për ty, do të jemi pozitiv, nuk ka zë të keqe, e keqja është në mendjen tënde, por Zoti ka të gjëra të mira, duke mos adresuar kur mëkatin, problemet e njerëzit, edhe besimtari nuk rritet. Mund të kalosh 10 vite, 20 vite, 30 vite edhe besimtarët nuk rriten, sepse pa ushqimin e fjalës së Perëndisë, doktrina është për të rriturit. Nuk mund të rriten, nuk mund të bëhen dishepujt e Jezusit Krishtit. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, vëllezër e motra. Te Galatasit 5 është një varg shumë interesant. Ju varpërorni të bukur, kush ju pengoj që të mos bindeni të vërtetës, kjo bindje nuk vjen nga ai që ju therret,
Pak më ja, e bën të vi gjithë brumi. Edhe kisha nga Galati ka një problem të madh, se nisi shumë mirë esin e tyre duke me anë të besimit, por pastaj përfunuan në legalizëm, përfunuan në ligj. Sepse judejt, besimtarë që ishin me background judaik, o tha që ne duhet të marrim edhe ligjin e Mojseut, edhe shumë besimtarë u kthyen në ligj për të mbajtur edhe ligjin, edhe ranë edhe humbën hirin, humbën besimin, edhe jeta e tyre u bën një jetë fetare. Edhe palish duke mësuar ata, duke i orientuar, thotë ju vraproni të bukur, dhe e filluam në besim sakt. Kush ju pengoj që të mos i bini të vërtetës? Kjo bindje nuk vjen nga ai që ju thret. Pak më ja e bën të vi gjithë brumin. Pak më ja të doktrinës, pak më ja të gabuar, edhe e korrupton doktrinën, edhe ne largohemi nga Zoti. Pak aty, pak atje. Perëndia ka shumë, jep shumë vëmendje dhe rëndësi fjalës së tij. Edhe jep shumë vëmendje njerëzve që kanë frikë nga fjala e Zotit, edhe e lexojnë, edhe studiojnë, edhe krahasojnë, edhe të vënë praktik. Nëse ne nuk mësojmë vëllezër motra, s'kemi çfarë zbatojmë. Nëse ne nuk mësojmë atë që është e duhur, e saktë, e vërtet, ne nuk mund të s'kemi çfarë jetojmë. Prandaj është kaq e rëndësishme, ruaje doktrinën e Krishtit. Edhe siç e thash, që nga fillimi sulmohet për shembull ardha e Krishtit, ndërsa te para Timoteu 3:16 thotë, dhe misteri i prindërshmërisë është i madh. Perëndia u shfaq në mish, dhe tregon që Perëndia u shfaq në mish. Edhe vazhdimisht tregon për ardhen e Krishtit në mish. Që në atë kohë u sulmua ardha e Krishtit. Edhe ne kujtojmë për Krishtin e ardhen e tij, duhet ta kujtojmë çdo ditë. Kujtojmë të darka e Zotit, sepse është një sulm që nga fillimi edhe vazhdon që të jetë. Kjo dhe doktrina tjera. Duhet të dimë doktrinën e Krishtit, doktrinat për të ardhmen. Do thënë, ka qenë bekim i jashtëzakonshëm për mua që kam qenë në këtë kishë dhe duhet të jetë shumë për jush. Që këto gjëra që ne po zhvillohen sot në vjet përgjithshme i kemi dëgjuar që në vitet 94-95 vëllezër motra. Edhe për shumë gjëra nuk jam i surprizuar. U thjesht jam i surprizuar thjesht për mënyrën se si po vepron, por pak a shumë Zoti na ka paralajmëruar me anë të fjalës dhe mësimet nga profecia, që bota do shkojë në sistemi, dhe një monedhe, e tjerë gjëra që ne kemi dëgjuar shumë vite më përpara, që bota tani habitet, si ka mundësi, edhe i quhen teori konspirative e tjerë. Por shumë rëndësishme, doktrina ka të bëjë na ruan që ne të jetojmë si duhet, të kuptojmë të presim ardhen e Zotit me gëzim, të jemi vigjilant, duhet të flasim për ardhen e Krishtit. Është viti që ai mund të vi, do të rrymëzuar edhe të qëndrojmë fort në fjalën e Perëndisë. Por kanë disa gjëra kundërtesë, sepse ka aty disa që mbajnë mësimin e Balamit, të Zoti flet të Zbulesa 2, i cili mësoi Balakun të vërë një gur pengese përpara bijve të Izraelit, që të hanë flime, idhuj dhe të kurvërojnë. Kështu ti ke dhe disa që mbajnë mësimin e Nikolaitëve, të cilin gjë u urrej. Edhe tregon se sa rëndësishëm është mësimi i Nikolaitëve kishte korruptuar këtë kishë këtu, që Zoti ja urrente. Jo 100% patjetër, por e kishte dëmtuar, kishte kapsë një kancer. Mësimi është shumë e rëndësishme. Edhe fundit është që do të kemi bashkësi reale me Zotin dhe vërtetëale. Megjithëse kisha shumë për të shkruar, nuk desha të bëj me letër dhe me bojë, por shpresoj të vi te ju dhe të flas me gojë që gëzimi ynë të jetë i plot. Edhe është një kujtesë tjetër për mua personalisht, ka shumë sens, thotë që ne duhet të kemi, ndërkohë që viti vazhdon, mos harrojmë që të kemi një bashkësi reale me njëri tjetrin. Edhe jetojmë në një kohë ku njerëzit duan vetëm me penë, me bojë dhe me tekst dhe online. Por nuk është kjo ajo që ne na rrit dhe na bën të shepëj. Nuk e di bën përshtypje kjo fotografia, po kjo është një pasqyrë mazike për që përdorin kohët e lashta. Edhe janë përdorur si mjete magjike, si mjete për parashikim dhe lidhje me botën shpirtërore. Nishin si pasqyra magjike dhe shërbenin për të parë vizione, për të thirrur forcat padukshme ose për të zbuluar të fshetat e vetes dhe të tjerëve. Nuk e di a ju bën përshtypje të shikoni ekranet, që është e njëjta që një ekran i zi. Tani teknologjia është e mirë, por ka dhe shumë gjëra të këqija. Mendoni pak për shkak të teknologjisë se sa adoleshent u vran nga rrjetet sociale vitin që kaloi. Vërtet është e mirë, por
nëse përdoret as si duhet, për sa e rrezikshme është. Sepse në vetvete është shnjetje për është magji. Të trullos komplet, moshën e re e çrënton komplet edhe prandaj është vështirë me gjeneratën e internetit që të punosh. Sepse mendoj se bëj jeta është një magji, thjesht të shohësh, të bësh atë scrolling gjithë kohën edhe është një touch këtu tash atje dhe është thjesht, është magjike. Është vërtet shumë e rrezikshme. Jemi në një kohë të tillë. Megjithatë ajo që doja që të kujtoja këtë që do të jemi të fokusuar vëllezër motra jo thjesht të kisha online, të kisha korrespondencë, por të kisha reale, kisha lidhja reale me trupin e Krishtit. Kjo është shumë e rëndësishme. Kur isha fëmijë, flisa si fëmijë, mendoja si fëmijë, arsetoja si fëmijë, kur u bëra burr, i flaka gjëra fëminore. Sepse tani ne shohim si në pasqyrë, në mënyrë të errët, por atëherë do të shohim faqe për faqe, tash të njoh pjesërisht, kurse atëherë do të njoh thellë, ashtu sikurse njihim. Okej, ka shumë zbatime ky varg, por ajo që thjesht ndoja që të tregoja këtë që kur je online, edhe për promovosh shumë kisha online e tjerë edhe se është njësoj si kisha reale dhe kisha online. Don është diçka virtuale, është shumë virtuale. Vërtet është bekim kur je në një udhëtim edhe nuk ke mundësi. Por ti je në Tiranë thonë do ta shohësh kishën online edhe nuk vjen të mblidhesh me trupin e Krishtit. Është vërtet gabim edhe nuk mund të zëvendësohet vëllezër motra me atë që ne mund të provojmë kur jemi live, ballë për ballë, sy për sy. Sepse çdo njeri ka një energji në vetvete. Shpresoj të kemi energjinë e mirë të frymës së shejt. Edhe këtë ne online nuk e marrim dot këtë energji. Ne nuk e marrim dot energjinë e kishës edhe eksperjenca që ne kemi kur lidhet trupi i Krishtit është pa krahasueshme me ato që ne mund të marrim online. Edhe duke qenë online ne nuk mund të rritemi. Nuk mund të rritemi se ato s'mund të jemi dishepull të Jezu Krishtit. Është pamundur që ne të bëhemi dishepull duke qenë online. Ne duhet të kemi lidhje organike vëllezër motra me kishën. Të jemi të përfshirë, të ndihmojmë të shërbejmë, të rritemi, të ndihmojmë të tjerët, të japim, të kontribuojmë me talentet, me kohën tonë, me të ardhurat tona, edhe të jemi të lidhur organikisht me trupin e kishës lokale. Ky është standardi i fjalës perëndis. Nuk du ta zëvendësojmë me asnjë gjë. Dhe Pali apostulli Gjon e thekson këtë gjë. Dhe ndërkohë që viti vjen, mos harrojmë, mos e lëmë bazore të mblidhemi së bashku. Sepse vërtet është shumë e rëndësishme të jemi së bashku dhe të shërbejmë Zotit. Le të lutemi. Ndërkohë që vjen viti i ri, le të përgatitemi vërtet të shërbejmë fort Zotit, edhe të shërbejmë së bashku me zonin e zellur në këtë vend ku Zoti na ka vendosur. Edhe le të ecim secili si bir apo si bi në të vërtetën. Zoti don që ne të jemi vërtet dishepujt. Të jemi dishepuj, të bëjmë dishepuj, të duam njëri tjetrin, të duam Zotin edhe fjalën e Tij. Dhe të rrim zuar. Dhe të kemi kujdes nga mashtruesit, të jemi vigjilent edhe për doktrinën, edhe të jemi të lidhur fort me kishën lokale, ashtu si Zoti e ka projektuar. Thjesht duhet të lutem vërtet për ju. Nëse Zoti ka prekur dikun, thjesht duhet lutem për ty. Mund ta gresh dorën ta ulësh përsëri. Secili prej nesh ka diçka për të rregulluar, jam i sigurt, por megjithatë, nëse ka një fushë të saktuar, unë duhet të lutem për ty. Mund ta gresh dorën ta ulësh përsëri. Nëse Zoti ka theksuar diçka. Okej, le të lutemi. Zot Perëndi, faleminderit për këtë fjalë. Faleminderit o Zot që fjala jote është e vërteta. Faleminderit o Zot për këtë kohë që ne kalojmë me ty, Zot, është një kohë vërtet e jashtëzakonshme. Faleminderit o Zot për gjithë punën që ke bërë në këtë kishë, edhe vërtet është një kishë, një zonë e zgjedhur. Dhe lutem o Perëndi që të vazhdosh të punosh sa më shumë jetën e kësaj kishe edhe për vitin 2026. Duke vazhduar që të bëj dishepuj, duke përmbush misionin të madh o Zot, duke dhënë ty lavdi. Zot, ndihmoje Perëndi që të qëndrojnë fort në doktrinën e fjalës së Perëndisë, të qëndrojnë fort në dashurinë me njëri tjetrin, në dashurinë për ty, në dashurinë për fjalën tënde dhe për të dhënë ty lavdi. Zot, të lutem që ta përdorosh sa më shumë, dhe lutem
të japë sa më shumë fryt dhe fryt tjetër që ndryshëm. Zot lutem për çdo person, vërtet, që ta shijojë sa më shumë festën dhe vazhdimin e këtij viti në ty të jetë një fillim i mbarë, Zot, dhe të jetë i mbushur plot me hir edhe me mëshirë edhe me paqe nga ana jote. Faleminderit për një për gjitha këto gjëra dhe lutem për gjitha këto në emrin e Jezu Krishtit. Amen. Dhe së fundi gëzuar vitin e ri dhe po ju them gëzohuni në Zotin, gëzohuni. Zoti ju bekoft.